Me 25 prill 2025, GIF hapi dyert në zemër të Galeria Shopping Mall në Prizren. Rrjeti ndërkombëtar i produkteve për shtëpi dhe familje, tani edhe më afër jush. Dekor, kuzhinë, lodra për fëmijë, organizim shtëpie, artikuj sezonal dhe gjithçka që ndroni për një stil të bukur me çmime të përballueshme për të gjithë mund t'i gjeni vetëm në GIF. Duke ditur që ka pasur shumë kërkesa nga klientët e Prizrenit, ne kemi arritur që ta sjellim këtu në centrin tregtar Galeria Shopping Mall. Ka një numër shumë madh të klientëve të cilët si duket e dojnë GIF-in, ta kemë sa më afër tyre. GIF-i ka mbi 20.000 artikuj, produkte kualitative të cilësisë Bashkimit Evropian, të cilët kalojnë shumë procedurat kontrolës para se të vinte konsumatori final. Çmimet janë shumë të arsyeshme dhe mendojmë që kemi arritur një rezultat shumë të mirë duke i sjellur më afër konsumatorit. Tash me qenë si edhe përgjegjës, a na tregoni se çka e dallon GIF-in prej marketeve tjera që i kemi në vend? Po GIF-in e dallon kualiteti. Ka produkte kualitative me çmime të arsyeshme. Ka lloj-llojshmëri, ka artikuj të cilët nuk mund t'i gjesh në tregun e Kosovës, janë produkte të veçanta të cilat prodhohen vetëm për GIF-i. Prandaj mendoj se veçon kualiteti dhe zgjidhja e produkteve për cilat e ka arritur këtë sukses kurse. GIF-i me më shumë se 600 dyqane në mbar botën sjell për herë të parë në Prizren filozofinë moderne të blerjeve, gjallëri, kreativitet dhe përvojë unike. Kjo është pika e tretë e GIF-it dhe na tregon se çysh përshtypjet e para. Po m'duket tash GIF-i ka kriju një rrugë, po fillon, domethënë, shtroj rrugën e tij me rregullat e ditura, me rregullat e njohura që i ka GIF-i. Po më vjen shumë mirë që gojarti dhe dënasi po i bashkohen, domethënë, këtyre rregullave evropiane, që po sjellin, domethënë, një kulturë evropiane në gjithçka, duke filluar nga produkti deri te shërbimi, këtu në Prizren më të bukur në vend, kështu që për veti jam shumë i lumtur. Po përshtypjet e para në lidhje me produktet, me çmimet. Produktet zakonisht e këto sezonale që nuk i sheh, edhe që ndrojnë, normalisht kanë ndryshime. Produktet e tjera janë ato që njihen ndër vitet GIF-i të cilat i krijon. Po më bëjnë shumë përshtypje sepse të gjitha produktet janë me stampë evropiane, po e rriteksoj. Edhe kjo është ajo që po na mungon në Kosovë. Do të thonë, produktet janë ato të cilat i pranon Evropa edhe janë të dëshmuara në Evropë. Nuk janë produkte nga pjesa tjetër e lindjes, të cilat kemi probleme a mia dhoni fëmijë sa mos mia dhon, domosdoshmë gjithçka e sigurt për me e përdorur fëmijën. Po thu që kjo e dallon GIF-in prej marketeve të tjera, siguria dhe veçantia. Unë mendoj që GIF-in e dallon definitivisht produkti i saj, i cili është i dëshmuar, i cili është i analizuar, i cili është i futur nëpër ato laboratoret e tyre që mos kenë nesër problem sidomos fëmijët, por edhe gjeneratat e tjera të cilat i përdorin këto produkte. Pas suksesit në fushë Kosovë dhe Prishtinë, tani GIF-i zgjerohet edhe në Prizren. Hapësira moderne, koleksione frymëzuese, shërbimi VIP card dhe shumë surpriza të tjera vetëm për ju. Marketi më i ri që është hapur në Prizren, a keni pas nevojë për një market tillë me aq shumë produkte këtu në Prizren? Po si jo, ka pas gjithmonë ka nevojë se ka njerëz veç po shumon edhe kanë nevojë për markete. Sidomos ku shumë produkte i gjeni me një vend. Po, sigurisht. Ti më tregove që vetë sa herë dhe mirë po përshtypjet e para që i morë. Çfarë përshtypje t'jape? Mira, unë pëlqyen. Ka zgjidhje, kur vjen diçka ka zgjidhje, si mush me zgjidh këtu edhe me bëni zgjidhje për çka që duhet, a? Po. Besoj që edhe çmimet i pe dhe po besoj që të duken të arsyeshme me atë sa më tregove më herët. Po. Krahasim me gjitha shitore tjera janë të arsyeshme. Edhe po besoj që tash e tutje ke qenë klient, a? Sigurisht. Kur banoj këtu, sigurisht. Që nga themelimi në vitin 1981, GIF-i ka fituar zemrat e miliona klientëve në Francë, Austri, Belgjik, Portugali, Spanjë, Zvicër dhe shumë vende të tjera.